Bismillahirrahmanirrahim. Pas mësimeve dhe fragmenteve nga jeta e halifeve të drejtë që ishin Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Alia radiallahu anhum, është patjetërsueshme që të flasim për njeriun që sjellli drejtësinë dhe u krahasua me halifet e drejtë, zatën dhe ushqua si halifja e pestë i drejtë i muslimanëve. Ai ishte Omer ibn Abdulazizi. Omer ibn Abdulazizi ishte trashëgimtar stërnip i Omerit radiallahu anhu. Sikur se tregon Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit radiallahu anhu, që babai i tij Omer radiallahu anhu një herë kishte thënë se do të vjen nga loza jon një njeri i drejtë që në kohën e padrejtësisë do të sjellë drejtësi. Dhe një njeri që do të ketë një varë në fytyrën e tij, saqë Abdullah ibn Omeri, pasi që i lindi një djalë dhe sa ishte i vogël ishte rrëzuar dhe mori një varë, një shenë në fytyrën e tij, pretendoi se ky do të jetë ai udhëheci i muslimanëve dhe ai i drejti që do të vijë mirë, por nuk ishte ai. Dhe më pastaj, pas një kohë të caktuar, erdhi Omer ibn Abdulazizi në një kohë kur halifet që ishin para tij e kishin sjellë në një kohë të caktuar shkatrimin ndoshta më shumë se sa që të vendosin drejtësi. Erdhi në një kohë provash, erdhi në një kohë kur njerëzve i nevojitin më së shumti një njeri i drejtë, ndaj edhe Allah subhanahu wa taala e dërgoi që tjetë si udhëhec i muslimanëve një njeri të tillë sikurse ishte Omer ibn Abdulazizi, një njeri i drejtë, një njeri që e vazhdoi dhe përçoi fenë islame dhe në përviset e tjera, në vendet e tjera dhe kudo që shkelte koma e muslimanëve që ishin të dërguar nga Omer ibn Abdulazizi e dinin se ai i kishte urdhëruar që të shkelnin dhe të përhapnin vetëm drejtësi dhe asgjë tjetër përveç se drejtësisë. Mirë po, edhe ky në momentin agonisë së vdekjes së tij, edhe pse jetoi në një kohë kur drejtësia ishte e kapluar, ishte mbuluar në gjithë vendin, i gjithë vendi ishte i udhëhequr me drejtësi. Sa që nuk kishte kush ku me jep zakatin e tij, sa arriti me vendos drejtësinë në tokën e Allahut subhanahu wa taala. Mbi gjitha ajo pasuri, Omer ibn Abdulazizi para se të vdiste nuk kishte asnjë gjë që t'i lënte fëmijëve të tij para vdekjes së tij. Pavarësisht që kishte 11 fëmijë, nuk i la asgjë. Dhe kur e pyetën se çka i la fëmijëve tu, o Omer ibn Abdulaziz, ai tha ja kum lënë devotshmërinë, që nëse janë të mirë dhe të denjë, të Allah subhanahu wa taala do të fitojnë dhe Allahu do t'i shpërblej. Ndërsa nëse nuk kanë me qenë të mirë dhe të denjë, atëherë po shpresoj që mos ta mbushin tokën e Allahut me gjuna duke i lënë atyre pasuri. Dhe shohim se me kalimin e kohës, këta fëmijë që të gjithë Allah subhanahu wa taala i ngriti dhe i bëri të pasur sa prej tyre jepnin qindra dele e deve për fenë e Allah subhanahu wa taala nga pasuria e tyre. Ndaj Omer ibn Abdulaziz i tha se unë kam ndjek një rrugë që këta t'i çojnë në xhenet fëmijët e mi. Nuk i kam lënë pasuri sepse pasuria do t'i dërgoj ata në xhenem. Unë kam ndjek një rrugë që është vetëm një rrugë që nëse e ndjekin do të arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, do të dalin para Allahut subhanahu wa taala me drejtësi dhe do të dalin para Allahut ashtu sikurse ka kërkuar Allahu dhe i dërguari i tij dhe s'ka qyr del tjetër një gjenerat. Fëmijët Omer ibn Abdulazizit nuk mund të ishin diçka tjetër përveç se të ishin sikurse ishte babai i tyre, që ishte një enciklopedi, që ishte një mësim, ishte një drejtësi, ishte një njeri që e përçoi mesazhin e fesë Allahut subhanahu wa taala me drejtësi dhe u etiketua si një halifje i pestë i drejt pas Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Alis. Ndaj, asgjë nuk është e pamundur në dunja. Derisa kena me shkel në rrugën atyre që shkelen para neve, me drejtësi, do t'jemi sikur se kanë qenë ata. Mirë po në momentin që ne kemi me ndru rrugët dhe kemi me përcjell rrugë të tjera, përveç atyre rrugëve që na ka lënë Allah dhe i dërguari i tij dhe gjeneratat e para, atëherë ne kena me shtyp veten tonë fillimisht, kemi me shtyp të tjera dhe s'kemi me vendos asnjëherë drejtsinë në tokën e Allahut. Pra kemi me jetu në errësirë në vend që të jetojmë në dritën e Allahut, në dritën e Kuranit dhe Sunetit, në dritën e Kuranit dhe Sunetit, në mësimet e 3 gjeneratave të para, 3 gjeneratave të hajrit që ishin gjeneratat më të mira pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.